Zoti Gjoni, a keni qenë dakord dhe jeni dakord me zotin Berisha i cili e ka cilësuar zotin Dumani kryekriminal dhe spaku në organizatë kriminale? Të them të drejtën, unë nuk kam informacion që ka zoti Berisha dhe është diçka të cilën unë sot nuk mund. Berisha sot është një nga politikanët më të mirë informuar, edhe për shkak të shenjës tij edhe si president Republike, por edhe si kryeministër, por edhe për shkak të informacionit që i shkon kohë pas kohe, edhe nga zyrat e spakut, që t'jemi realist. I vjen aty informacione nga spaku? T'jeni të sigurt, edhe nga zyrat e Partisë Socialiste. Po dhe ne na vijnë informacione. Ja, prit. Edhe mu. Këtu presim pak këtu. Ju jeni duke thënë që disa prokuror, jo prokuror, mund të jenë edhe njerëz të cilët po nga spaku, punojës të spakut, i japin informacione zotit Berisha në mënyrë digjitale, pa emra konkrete. Ja japin informacione. Po siç sot sigurisht unë nuk po them takoj në kafe. Jo. Po siç sot për shembull që një pjesë e informacioneve në lidhje me kryetarin e Bashkisë së Tiranës ose për zyrat e ministrive vinë nga punojësit të cilët janë brenda ministrive, sepse Partia Demokratike sot e ka të pamundur të hyjë në institucione për të marrë dokumentacion. Jo, okay, po është normale dhe në aspektin etik, por edhe në atë që ju njihni se keni qenë vetë pjesë e drejtësisë që spaku cilësohet organizatë kriminale dhe në 12 maj ne do ta shkrijmë, se kështu ka thënë zoti Berisha. Qëndrimi i zotit Berishas ka thënë që një pjesë të prokurorëve të cilët janë të përfshim në procese politike, padyshim që duhet të largohen. Nëse bën kryeministri, zoti kryeministri ban deklarata politike, pa ata do kalojnë në një moment të dytë. Po ai thotë që po bëron kryeministri këta do të heq. Po si heq dot. Do edhe unë kuptoj këtë që po heqja është ndryshim kushtetues. Dhe duhet patjetër. Por Berisha ka thënë mendimin e faktorit ndërkombëtar dhe të Komisionit të Veneciave do kalojmë në sit të gjithë procesin e reformës. Zoti Gjoni, unë nuk dua që ajo që të ka ndodhur ty, ti ndodhi një prokurori tjetër. Jo, edhe për unë kuptoj këtë në 12 maj, po fitoi Partia Demokratike, Altin Dumani ka dorëhequr se Berisha da shkri. Jo, se ai ishte institucion kushtetues. Kështu ka thënë Berisha, them unë. Po mirë, dorëheqjen është çështja e dorëheqjes është çështje personale, Jo, dorëheqjen do ta heqë Berisha, këtu e kam fjalën. Po janë ca mekanizma të cilët institucionet kushtetuese kanë një mekanizëm edhe mbrojtës, ë? Sa i duhen zotit Berisha të ketë këshilltar personazhe si ty? Se ti ja shpjegon mirë këtë, se si ndodh kjo. Berisha ka këshilltar shumë të mirë. Po jo, për drejtësinë them. Këshilltari i fundit që mund për drejtësinë them unë. Sepse Berisha ka edhe 2 juristë në shtëpi, të cilët padyshim që e njohin drejtësinë. Po njësoj se sa Argita për vajzën dhe dhe djali. Mirë, Argita pa duan për drejtësinë nuk mund të themi që zeni mund ta. Jo, zonja është profili lart. E ka vujt në lëkurë pjesën e drejtësisë. Shiko, zonja Argita Maltezi që ju e njihni, shkak të procesit ndaj Tjatit, por edhe për shkak të procesit ndaj të shoqe. E kisha fjalën për nivelin e juristit. Zonja Argita Berisha është një profil i lartë në jurisprudencë. Absolutisht. Është njësoj si vllai. Okej, foto tjetër. Po, prokurori? Në lidhje me Dakon, të them të drejtën, nuk është se kam patur njohje personale, padyshim që është një prokuror i cili ka treguar kuraj dhe guxim sot në sistemin e drejtësisë, se ta arrestosh një kryetar kryebashkiakun numrin 2 të Partisë Socialiste, në rast se do të qëjmë kështu, në detyrë, se kjo është shumë e rëndësishme. Në detyrë? Në detyrë. Ti ke arrestuar në një detyrë? Po, kam arrestuar. Kë? Tani se kujtoj, po, zyrtar të lartë. Zyrtar të lartë? Po. Në detyrë? Pra nga të ty në zyrë? Jo në zyrë, po, kemi... Ka qenë detyrë? Po, kanë qenë detyrë, dhe është padyshim. Dhe tregon kuraje, pavarësisht mënyrës se si është përsekutuar nga media, dhe media sot o të ngre, o të ullë të fundë. E ke marrë këtë parasysh që tani që më futën politik do bësh deputet, do të masakroj media kundërshtar? Padyshim. E ke marrë parasysh? Padyshim. Nuk ka thënë ata të shtëpisë bashortja ka qenë kundër përfshirjes time. Po, ka qenë. Po sepse për një periudhë kohore 8 vjeçare ose 12 vjeçare, goditja nga media ka qenë në nivelet më pa moralshme. Të masakron. Pa moralshme, të pa drejta. Të media të cilët po t'i shohësh një pjesë të madhe të gazetarëve, dhe unë deri në momentin aktual nuk jam marrë me ta. Fare, sepse
jam tregu edhe pak gjeneroz më tej sa duhet dhe shpeshherë bashortja ime më kritikon, më thot zotëri, gazetarët duhet i qosh në gjyq, vinë të vërtetojnë fakte dhe prova për cilët ndalin dhe thonë. Por them që ka ardhur një moment të themi stop për Baltis, edhe mënyrës se si sot media i trajton me preferenca dhe nuk është objektive. Nuk është objektive. Sulme politike të pa drejta dhe të pa moralshme. Foto tjetër? Po, është gjyqtar të cilën unë kam punu me të. Ke punuar? Po, patjetër. Është një nga gjyqtarët më kuraju, të them të drejtën, sot në sistemin e drejtësisë, padyshim se një moshë të re, e ka fillu karrierën në qytetin e Shkodrës dhe ka qenë gjyqtarit të cilët në periudhën e këtyre burgosjes njerëzve të cilët nuk paguajnë energjinë elektrike mund të ketë dhënë pafajësi pafund. Pafund. Në atë kohë dhe sa një numër? Kam përshtypjen një 100 sa, nuk jam shumë i sigurt. Në Shkodër gjithmonë. Në Shkodër dhe personi i cili me shumë integritet dhe po t'i shohësh në vendimarrjet e tij, tregon qëndrueshmëri dhe ka fut element të cilët deri në momentin aktual pak gjyqtar kanë arritur që në arsyetimet e tyre të japin edhe të drejtojnë prokurorinë se si duhet të veprojnë në lidhje me hetimin. Pse ju të Partisë Demokratike kur një gjyqtar dhe një prokuror targeton një të majt, thoni është i mirë, kur bën një të djathtë është i keq? Jo, po ka dhënë edhe për të majt që nuk ka leju që të fillojnë procedimin penale. Nuk e di, po nga infraksionet. Ashtu siç edhe zoti Dumani, në rastin konkret, nga një krah atakohet, nga krahu tjetër mbrohet, politika si duket nganjëherë është edhe pa drejtë. Po ti je futur në politikë tani? Po, padyshim, por ama jam politikan i ri, Je i ri, je ju endri. Derisa të shkrypzohem nga pjesa... Jam kurios, po ambasadori çfarë ka thënë? Futun politikë ka thënë? Ka qenë dakord? Ambasadori, jo, ma ka lanë në dorën tënde. Si që është ambasadori të thënë i paq? Foto tjetër? Tani e di çfarë pyet, sikur ti që gjyqtari Edi Rama, çfarë vendimi do t'jepi? Vendimin mbështetur mbi prova dhe fakte. Por perceptimi sot publik, dhe unë nuk jam jashtë perceptimi publik, është njeriu më i korruptuar sot në Shqipëri. Ke prova? Unë them perceptimi. Gjyqtari nuk thash unë kam ardhur si politikan. Okej, po tani unë po ta bëj çik këto. Edi Ramën e ke ti je gjyqtar sot. Unë ti ish i sigurt, po ti isha gjyqtar. Pavarësisht atakimit që më ka bërë, nuk do isha personal, por ama do hiqe dorë nga çështja? Në rast se edhe mund të hiqja dorë për shkak të atakimit, por ky njeri duhet Kjo është gabim, ti më mirë t'jepë pafajësi. Ky njeri duhet t'japë llogari për gjithë dëmet që i ka sjell ti kombi. Çfarë i ka sjell? Çfarë dëmë se ky ka e para futi mentalitetin e shkatrimit të shtetit. Dhe sot shteti drejtohet vetëm nga një person, nuk punon me institucione. Dhe kjo është dëmi më i madh që i ka shkaktuar. E dyta është eksodi masiv dhe çpopullimi i policisë që është plaga më e madhe që sot i ka. Si do të ndalë Partia Demokratike? Se kam kuptuar në njësi ikin njerëz, s'duan të di. Do ta them edhe këtë. E treta është njeriu që sot është pas çdo tendri, pas çdo vendimarrje, pas çdo partneritet publik-privat. E imagjinoni, janë bërë ligje për persona të caktuar, nuk ka ndodhur kurrë, vetëm në kohën e qeverisë së Edi Ramës. Dhe unë jam besim plot që Partia Demokratike me ardhin pushtet duhet të ndërtoj bordin e transparencës dhe eficiencës si në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të fusë në sit çdo vendimarrje e cila me shqiptarët ta bëni këtë. Me shqiptarët pse jo? Tani ti themi ca gjëra që si janë, Jo, me shqiptarët po ka edhe shqiptar shumë të ndershëm, shumë të përkushtuar, njerëz të cilët duan patjetër që të jetojnë në Shqipëri, dhe duan që të ardhurat publike të shkojnë në destinacionet të cilët janë sot në investime. A është normale që sot në qarkun e Lezhës dhe në gjithë Shqipërinë
diskuton në 2025, drita, ujë, rrugë. Dhe nga viti 2013, kur Partia Demokratike ka lënë pushtetin, dhe deri më sot më thuj investimet të qëndësishme që sot ka Shqipëri. Më thuj një investim të huaj që nga viti 2013 e deri më sot ka ardhur në Shqipëri, përveç investimeve të tapit, të investimeve të hidropower, të PD-s dhe Shellit, që edhe ai u largu sepse u propagandu me të madhe. Dështoj me sukses. Dështoj me sukses. Më thoni, foto tjetër? Më thoni sot një investim të huaj që ka ardhur në Shqipëri që mund të jetë të them të drejtën. Po. Çfarë ndimi ke për qeverinë Rama? Se Ramën e dënove me një bazë në provë. Është qeveria më korruptuar që ka pas ndonjëherë shteti shqiptar që nga momenti i krijimit deri më sot. Jo, unë nuk kisha një dyshim që kandidati për deputet. Jo, edhe si njeri. Shko pyet edhe socialistë të ndershëm, sot, në rast se nuk të japin këtë lloj përkufizimi, unë jap dorëheqje nga politika. Po ta them troç. Dhe perceptimi është prej ashto 2-3 veta të cilët janë figura të reja, por pjesa tjetër janë, të them të drejtën, është dhe një pjesë për tyre unë kam pasë edhe mundësinë të bëj, merë persona të cilët janë afër kryeministrit. Ke pasur në i gjysh, Kam pasur edhe me këta. Si gjyshtar, me kë? Me se ditë, se me kënë tani. Me kë, jo, me kë nga ministrat? Kam patur, të them të drejtën, por çështje të karakterit të shpifjes. Të shpifjes. Foto tjetër? E kam shumë për zëmër këtë dokument, unë ju dërgova këtë. Po, në vitin 1924, qeveria dhe Fanoli, me iniciatimin e tij, po me propozim të Federatës Vatra, shëngjinit i vuri emrin Wilson. Tani, çik çmendurish, po mbas 101 vitësh, Gjin Gjoni, deputeti, nëse zgjidheni në parlament, mund ta ndërmeni të nisim që ky vendim qeverie të zbatohet, jo të merret vendim, po zbatohet vendimi i qeverisë. Tani është padyshim shumë e bukur, propozimi i Nolit. Jo, është vendim. Vendimi i kryeministrit Noli. Ja, vendim numër 224, po. 14 i 8 2024. Më fal, 1924. 1924, do të thënë 14 gusht. Dhe zoti Vrioni është sekretari i Këshillit të Ministrave të asaj kohe. Është një vendimarrje e cila ka edhe afeksionin brenda, për shkak edhe të kontributit të Wilson. Dhe ishte shumë afër si kohë, në 19-20 deri në 24. Padyshim. Jo, ty vetë pëlqeni ta marrë Wilson? Wilson do ishte një emër i madh, dhe padyshim presidenti i Shtetit Bashkuar që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për Shqipërinë në atë kohë. Por unë nuk jam që ndryshimet e emrave të qyteteve të bëhen me vendim Këshillit të Ministrave. Do ishte diçka. Ke fjalën kështu të bëhet me një lloj referendumi lokal. Po, sepse në demokracitë funksionale vendimarrja duhet t'i përkas qytetarëve normalisht. Atëherë do ta iniconi referendumin? Në rast se qytetarët e Lezhës e Shëngjinit do e kërkonin, patjetër që do. Jo, e kërkonin, këtë mund t'ja kërkosh ti. Se ti e ke në celular, do të thosh aty ore, e bëjmë këtë? Apo do ta shikosh se si reagojnë qytetarët atje. Nuk është kaq e lehtë, por asnjëherë unë e kuptoj që vendimarrjet nga kryeministrat nganjëherë janë edhe autokratike, duhet ose ndryshimi për shembull i emrit nga Kuçov në Dimal, ka qenë kërkesë ndoshta nga qyteti Stalin Kuçov. Po. Se ajo ishte urë vajgurore Dimal. Po. Jo, ishte edhe komuniteti aty. Po pra. Duhet përfaqësimi edhe. Megjithatë mua më pëlqen shumë. Absolutisht është diçka, po. Një qytet. Jo, se është vendimi, nuk është se tani dikujt hamondsoj dikujt edhe, po më ka bërë shumë përshtypje kjo. Jashtëzakonisht si gjetje shumë e vështirë. Çfarë u premtoni qytetarëve të Lezhës se ato pasuritë natyrore që ka i Bregdeti aty mrekullueshëm, i Virgjë pothuajse po ta marrësh, se aty s'ka sport, domethënë, por në Shëngjin edhe gjithë ajo zonë aq e pasur. Çfarë premtoni?
Të them të drejtën, po të vish me kamerat tuaja në qytetin e Shëngjinit, dëshojsh një masakër urbane. Po kush e ka bërë? Është ndërtuar, kush e ka pushtetin? Pushteti ka 12 vjetë që drejtohet nga Edi Rama dhe të shojsh ndërtime gradacela në një lloj zbatimi urbanistik që është i pa lejushëm. Po mirë, dhe i ka pushteti lokal, si ka pushteti qendror. Po, pushteti lokal ka të 6 vjetë, 7 vjetë që është prapë në durët e partisë. Mirë, Partia Socialiste ka pushteti lokal. Por ama nga momenti i ardhjes së qeverisë Rama, ti shikoje, jepet sot ndaj leje pa firmën e kryeministit, sot dhe me vendimin e Këshillit të Ministrave, të gjitha ndërtimet të cilet janë mbi 5 kaçe jepen me lejen e kryeministrit, ëh. Po, kjo dihet se kjo është vendim. Po, ky është një vendim. Por sot gradaçelat 5 apo 8? 5 kaçe janë me sipërfaqe. Me një sipërfaqe nuk jam shumë i sigurt, diku te 4.000-5.000 metra katror ndërtim, por sot ndërtime të tëra në Bregdetin e Shëngjinit janë ndërtime pa leje ndërtimi dhe shteti nuk ka ndërhyrë. Është të mëshme. Dhe si u thua zgjedhësve atyre kur u takon? Pa dyshim që shteti do funksionoj, në rast se Partia Demokratike do vi në pushtet, pa dyshim që do vendos disa rregulla të cilët duhet zbatohen për gjithë. Jo njerëzit të cilët janë pranë pushtetit të arrijnë dhe të përfitojnë në mënyrë të palishme dhe njerëzit tjetër të varfërohen dita ditës. Dhe prandaj edhe Partia Demokratike ka një nga programet më të mira të mundshme në 35 vjetë. Është programi ekonomik më i mirë që shfaq nga një parti politike në 35 vjetë. Dhe unë shpresoj që populli i qarkut të Lezhës, por edhe demokratët, ke edhe shumë socialistë të ndershëm, sepse pensionet janë të njëjta. Imagjinoni sot në 2025-ën ka pensione me 70.000 lekë, 80.000 lekë, 120.000 lekë. Ku do i gjetë lekët Partia Demokratike? Lekët Partia Demokratike i ka. I ka sepse buxheti i shtetit sot është në vitin 2013 ka qenë 4.1 miliard euro, sot është 8.2 miliard euro. Po ka gjëra tjera? Po ka gjëra tjera. Infrastruktura. Por në rast, po të marrim vetëm një shembull. Shifni tunelin e Llogaras. Vetëm me një ndryshim kontraktori janë 50 milionë euro kanë shkuar në xhepat e qeveritarëve. Se dimë sa do të vërtoj gjykatësi. Po pranej është në hetim ajo. Ajo do ta vërtetoj gjykatësi atë? Unë gjithmonë po ngrej hipotezën, dhe jam i detyruar që është një perceptim publik. E dyta, 22 milion euro kilometri rrugës në Shqipëri në tokë fushore. Në një kohë që në Kroaci kushton nga 7 deri në 10 milion euro, që është terren malor dhe shkëmbor, dhe nuk është normale. Standardet e Bashkimit Evropian nuk lejojnë që të ndërtohesh rrugë me këto çmime as në Itali, as në Gjermani dhe në asnjë vend të Bashkimit Evropian, çmimet të cilët janë për infrastrukturën sot, dhe ti ke tunele të cilët kanë kushtuar edhe 450 milionë euro, 3.8 kilometra, kurse në Kroaci një tunel 4.8 edhe 1 kilometër më shumë ka kushtuar 7 milionë euro. Tani Kroacia është vend i Bashkimit Evropian. Unë e kuptoj që janë rritë çmimet e lëndës parë, makineritë, fuqia punëtore ka rroga të larta, por akoma nuk jemi në rrogat e Malit të Zi, jo matë Kroacisë në nivelin e rrogave. Kështu që, padyshim, pjesa tjetër është ulja në ekstrem e korrupsionit qeveritar dhe shpërndimit të buxhetit në një mënyrë të tmerrshme nga ana e qeveritarëve të sotme, dhe këto para do shkojnë të gjitha në rritjen e pensioneve, në rritjen e pagave dhe në ndryshimet rrënjësore ekonomike. A është normale që sot në Shqipëri pensioni minimal është 70.000 lekë dhe jemi një shtet paktën demokraci kemi 34 vjet dhe në Kosovë me një shtet 10 vjeçar pensioni minimal është 225 euro. Dhe Kosova nuk ka resurset natyrore, nuk ka burimet natyrore që ka sot Shqipëria dhe kjo ka ardhur për shkak të menaxhimit. Dhe në vitin 2013 pensionet në Shqipëri dhe rrogat kanë qenë në nivelin më të lartë në rajon, së jemi në vendin e fundit. Dhe pensioni në Maqedoni, në Malzi, sot, megjithëse në vitin 2013 ka qenë më i lartë në rajon, sot është 400-450 euro. Pse Malzi sot ka pensione në një shtet kaq të vogël dhe pa mundësi
kaq të mëdha sa që ka sot vendi jonë, dhe kjo ka ardhur për shkak të keq qeverisjes. Cili është parashikimi juaj për 11 majin për rezultatin? Unë jam besim plot që Partia Demokratike do jetë fituese. Do jetë fituese për një arsye shumë thjesht, sepse kandidatët të paktën edhe në qarkun e Lezhës, emrat të cilët sot janë në listë, janë shumë më potencial dhe shumë më të mirë se sa emrat e Partisë Socialiste. E dyta, është programi i Partisë Demokratike, që është një program jashtëzakonisht i realizueshëm. Dhe e treta është keqëqeverisja për 12 vjet dhe niveli i eksodit dhe niveli varfërisë që sot 47% e popullsisë është në nivelin e ekzistencës. Dhe të gjitha këto faktorë, plus janë edhe një lloj përqasje edhe nga ana socialistëve, të cilët duan me çdo kusht që kjo qeveri të marrë fund një herë mirë. 30 sekonda deri në 1 minutë, te kamera këtu një mesazh për zgjedhësit tuaj në Lezhë. Çfarë ju thoni atyre për votën që i kërkoni në 11 maj? Qytetarëve të Lezhës unë i kërkoj që të votojnë në Partinë Demokratike, të votojnë numrin 1, pasi është shumë e rëndësishme dhe do jetë momenti pika e kthesës, jo vetëm për Partinë Demokratike, por edhe për gjithë Shqipërinë. Është një moment e cila do të jap fund të keqes, e cila ka mbizotruar në këtë periudhë kohore dhe sidomos në këto 12 vjet e fundit. Zoti Gjoni, ju falenderoj për intervistën dhe për këtë mundësi që më dhatë. Kënaqësia është e imja, faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte një intervistë me zotin Gjin Gjoni, kandidati i Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës. Ky ishte emisioni im për sot nga unë Orlen Qafoku, mirupafshim.